Në urgjencën e spitalit rajonal Omer Nishani në Gjirokastër është vërejtur një shtim i ndjeshëm i rasteve me COVID-19 gjatë javëve të fundit. Mjeku infeksionist Arben Mino bën me dije se virusi vijon të qarkullojë në disa variante, ndërsa aktualisht po haset një formë me simptoma më të lehta krahasuar me valët e mëparshme. Ke urgjenca ka goxha raste që vijnë me dvjella, me bark. Mund të kenë trajtuar rreth 15 raste poshtë ke urgjenca, nga cilët vetëm ata që paraqiten më rënd ju i bëj ftesën që të shtrohen. Grupet e rrezikuara, e kam fjalën për ata me sëmundje kronike, me kardiakët, ata që janë me diabet, është e këshillueshme të bëjnë edhe vaksinën e gripit edhe të Covidit. Mjeku apelon për vigjilencë dhe respektim të masave parandaluese, sidomos në ambiente të mbyllura dhe për personat me risk, si të moshuarit dhe ata me sëmundje shoqëruese. Dikush që është smur duhet lajmëroj patjetër personat e afërt, familjes, të shkollës, në mënyrë që të vetë izolohet, të mos kthehet në një vadër infeksioni dhe për personat e tjerë. Marri masa të filloj të shtoj sasinë e likideve, të lëngjeve, të mund të pi edhe për shembull përdorimi i këtyre antiinflamatorëve, ibuprofenit, është i mirë se ul simptomat. Ushqimi i mirë, normalisht me proteina ndihmon shumë. Të dhënat që vijnë nga një VKSH Gjirokastër flasin për një rritje të personave që janë prekur me shenja Covid. Vetëm gjatë muajit shtator numri të prekurve në rang qarku kap shifrën e 100 të tillëve.